Shikues të nderuar, asalamu alaikum. Vazhdojmë me podcastin Merr Frim. Misafir sot e kemi hozën e nderuar nga Ohri, Sabaudin Zeqiri. Mirë se erdhe hozë nderuar. Mirë se erdhe. Allahu ju shpërbleft. Allahu nderoj për ftesën. Allahu ju dhash bereqet e sukses në këto emisione që i bëni për të mirën e besimtarëve, shikuesve, duke dëshiruar atyre udhëzimin, ose këto nuk bëhen për interes apo bëhen thjesht vetëm se i dojmë njerëzit për hir të Allahut. Allahu ju shpërbleft. Amin. Hoxha Sabaudin për ndryshe ishte i njohur për opinionin, disa lajme, kishte disa pengesa atje në Ohor, disa ndalesa, jo mos u bën këto imam atje anë kënej, mirë po në podcastin tem nuk i as penges, as ndales, këtu je fraj, i lirije, Allah të shpërbleft, veç haku mu shpërndo, e vërteta. Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoj për ftesën, me të vërtet është kënaqësi për mua që të jem sot në këtë podcast. Nusë Allah në zëvëgjel që të në jep sukses dhe të përfundojmë këtë podcast në mënyrën më të bukur që njerëzit dhe ne pari kemi dobi për e këtyre porosive, këshillave që do të përmenden në këtë podcast, për shkak se Allahu azza wa jalla thot wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujtohu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga se përkujtimi ju bën dobi besimtarëve.